nuk është hape rren, ditë e rren, natë e rren, nuk është kështu. Siç është e vërteta që gjithë çfarë bëhet në ato pocaqi protesta, që janë si jashtëderdhje njerëzore në bulevard, bëhet vetëm për fotografitë që prodhohen nga zjarret dhe nga dhuna për të çuar në për botë, për të thënë ja kjo është Shqipëria, mos shkoni në Shqipëri, mos bëni turizëm në Shqipëri, mos investoni në Shqipëri, mos besoni tek Shqipëria, se Shqipëria është e zhytur në korrupsion e bla bla bla. Si që nga Shqipëria e zhytur në korrupsion, kur korrupsioni në Shqipëri po luftohet më shumë se çdo herë tjetër,